14 vjeçari Valentin Çarka nga fshati Hotiri i Shkodrës është zhdukur mesditën e së dielës. Nga sa mësohet nga dëshmitë e familjarëve, ai ka dalë rreth orës 13 nga shtëpia dhe së bashku me një bashkëmoshatarin e tij janë larguar me qëllim shkurje në zonën e Prekalit për t'u larë në lumin Kir. Sipas familjarëve, të cilët kanë pyetur shokun e djalit, ai mësohet duke thënë se nuk kemi shkuar askund dhe pak metra larg shtëpisë Valentini është larguar nga unë dhe që nga ai moment nuk kemi asnjë të dhënë. Pyes vajzën thotë ka ikë me dal kërkis këtu sipër. Mo lasti mas aty ne. Po ai thotë se ka këtu rrugë këtu dhe s'ka me ne. Qysh atëherë djali? Edhe qysh atë ka humbë djali, nuk di çfarë për të folën. Ka dalë me një djalë të lagjës këtu si kam pa deklaruar që ka dalë me ta, po me fjalë ai thotë që ka marrë deri këtu te kisha, me fjalë nuk ka shku më neje. Edhe si kështu nuk akuzoj kërkan se ka shku me ta. Po thonë njerëzit që kanë pa dikush në Stongolem, sot morëm një informacion që kanë pa të dollari, mallan disa informata që rrobat që kishte vesh. Çka ka pas vesh ai? Një parpantua jeans, edhe një bluzë kafe, pantofla. Kështu ka thënë që du më shku më lanë për Prekal, në Kir me fjalë, po nuk ka shku, po thojnë se nuk ka shku. Familjarë shprehen se kanë denoncuar në polici zhdukjen e djalit dhe deri tani askush nga policia nuk ka ardhur as për t'i pyetur dhe as nuk është interesuar fare për rastin e fjalë. Kena shkuar në polici, kena deklaruar se ka humbë fëmia. Policia si ka mbrapa falën, as është interesuar një më na pyet se ku është tek ashtë që është din në orën 1. Kam shku direkt te policia, kam bërë denonsimin. Po me fjalë nuk janë duka si gjë. Dhe që diç me marrë në të vetës, me të bëjë telefonata se diçka mu interesu pak, sa me ka njëri bakti, jo ma robi, fëmija. Askush nuk ka nga policia? Askush asën për Shkodrës, kam tanë gjithë ditën kam për kam, plan për plan, me kam shëtita me has një polic ka shikon për fëmija. Valentin Çarka është larguar nga shtëpia, ndërsa deri tani kanë qenë vetë familjarë që kanë kontrolluar gjithë zonën, si dhe kanë shpërndar fotografinë e tij me qëllim marrjen ndonjë informacioni për 14 vjeçarin.